Çfarë po na e shkurton jetën? Nëse flisni me prindrit apo gjyshërit tuaj, ata do t'ju thonë se në kohën e tyre, njerëzit vdisnin kur u vinte pleqëria e thellë. Sot vdekja po troket gjithnjë më shpesh në dyert e rinive tona. Pse ndodh kjo? A është ky thjesht një fenomen natyror, apo po jetojmë pikërisht në kohën për të cilën profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, na ka paralajmëruar më shumë se 14 shekuj më parë? Le të kthehemi pas në kohë, në një epokë ku nuk kishte aparatura mjekësore dhe as analiza laboratori. Profeti Muhammed a.s. dha një paralajmërim që i përket pikërisht kohës tonë. Në një hadith të transmetuar nga Tabarani, ai ka thënë: nga shenjat e afërsisë së kiametit është shfaqja e vdekjeve të papritura. Gjatë historisë, njerëzit do të lëngonin me javë apo muaj përpara se të ndëronin jetë. Sot, koncepti i vdekjes së papritur, një i ri që bie në gjumë nuk zgjohet më, apo që rrëzohet papritur gjatë një ndeshjeje sportive, është bërë pjesë e përditshmërisë tonë. Shkenca e thotë qartë: aritmitë kardiake, ataket e papritura në zemër dhe iktuset e trurit të rinjve po rriten në shifra alarmante. Dhe Kurani na kujton një të vërtetë që nuk ndryshon kurrë. Dhe për çdo popull ka një afat të caktuar të jetës. E kur të vijë afati i tyre, ata nuk mund ta shtyjnë atë për asnjë moment e as ta përshpejtojnë. Surja Raf 34. Në konceptin islam, trupi ynë nuk është pronë e jotja që mund ta përdorësh si të duash. Ai është një amanet i shenjtë i besuar nga Krijuesi. Dhe ditën e gjykimit, trupi ynë do të dëshmojë se si e kemi trajtuar. Sot, njerëzimi po e tradhton këtë amanet në 3 rrugë kryesore. 1. Teprimi me ushqim dhe helmi ëmbël. Të parët tanë hanin për të mbijetuar. Sot ne jetojmë për të ngrënë. Ne kemi mbushur ushqimin tonë me kimikate, ngjyrues artificial, yndyrna dhe industri të tëra që bazohen tek sheqeri. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: o bijtë e Ademit, hani dhe pini, por mos e teproni, mos bëni israf, sepse ai nuk i do ata që e teprojnë. Surja Raf 31. Ndërkohë profeti i Zotit Muhamedi a.s. na paralajmëroi duke thënë: njeriu nuk ka mbushur ndonjë enë më të keqe se stomaku i tij. I mjaftojnë birit të Ademit disa kafshata për ta mbajtur kurrizin drejt, por nëse duhet ta mbush me të e mos, le të lër 1/3 për ushqim, 1/3 për pije dhe 1/3 për frymarrje. Shkenca moderne sot e thërret këtë: ushqimi përpunuar dhe inflamacion kronik. Kur ne mbushim stomakun me më shumë se ç'duhet, trupi ynë kalon në stres metabolik, duke nxitur diabetin, bllokimin e arterieve dhe plakjen e parakoshme të qelizave. 2. Dembelizmi dhe humbi aktivitetit fizik. Të parët tanë kërkonin bukën e gojës me punë me krah, me ecje të gjata dhe me lëvizje të vazhdueshme. Sot, stili ynë i jetesës është bërë sedentar. Ne rrim ulur në makinë, ulur në punë dhe ulur në shtëpi. Inaktiviteti fizik është bërë po aq vrasës i heshtur sa duhani. Ai dobëson muskulin e zemrës, ngadalson qarkullimin e gjakut dhe ul imunitetin tonë natyral. Një nga shkaqjet më të mëdha pse prezi i sotëm po vuan nga sëmundje të rënda është se ne kemi hyrë në luftë me fitran, rendin natyror që Allahu vendosi në gjithësi. Allahu thotë në Kur'an, në një prej ajeteve më domethënëse: dhe ne e bëm gjumin tuaj për pushim, dhe natën e bëm mbuloj për të mbuluar gjërat, ndërsa ditën e bëm për të siguruar jetesën. Surja Nebe 9:11. Çfarë po bën brezi i sotëm? Ne kemi kthyer natën në ditë dhe ditën në natë. Të rinjt sot qëndrojnë zgjuar deri në orët e vona të mëngjesit duke lundruar në rrjete sociale, duke parë seri apo duke luajtur lojra vizuale. Drita e kaltër e ekraneve mashtron trurin ton, duke ndaluar prodhimin e melatoninës, hormoni që riparon trupin gjatë natës. Kur privojmë trupin nga gjumi i natës, truri nuk pastrohet dot nga toksinat, sistemi imunitar bie dhe tensioni i gjakut rritet. Ne po sfidojmë biologjinë tonë dhe trupi e paguan këtë faturë shumë shpejt. Zemra fizike është e lidhur ngushtë me zemrën shpirtërore. Kur ti heqesh njeriu të besimtar dhe mbështetjen e Zotit, çfarë mbetet? Mbetet një individ që mban të gjithë peshën e botës mbi shpatullat e veta. Sot të rinjt jetojnë në një gjendje të përhershme stresi për të pasur sukses material shpejt, ankthi nga krahasimi i jetës së vet me jetët ideale të të tjerëve në rrjetet sociale, frika nga ardhmja. Kjo gjendje mban në nivel konstant hormonin e stresit, kortizolin. Kortizoli i lartë me vite me radhë gërryen e enët e gjakut shkakton autoimunitet dhe dobëson zemrën. Por çfarë thot Kurani për ilaçin e këtij stresi? Atyre që besojnë dhe zemrat e të cilëve qetësohen me përmendjen e Allahut. Ja, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Surja Rad 28.
Kur njeriu largohet nga Zoti, zemra e tij mbetet e trazuar, dhe një zemër e trazuar shpirtërisht sëmuret lehtësisht edhe fizikisht. Jetëgjatësia është në dorë të Zotit, por cilësia e jetës dhe përgatitja jon për takimin me të është në duart tona. Profeti Muhammed a.s. na ka lënë një udhërrëfyes të pashoq për mënyrën se si duhet ta vlerësojmë jetën. Ai ka thënë: shfrytëzo 5 gjëra para se të vijnë 5 të tjera. 1. Rinin tënde para pleqërisë. 2. Shëndetin tënd para sëmundjes. 3. Pasurinë tënde para varfërisë. 4. Kohën tënde të lirë para se të zësh me punë. 5. Dhe jetën tënde para vdekjes. Shiheni me kujdes këtë hadith. Profeti i dha përparësi rinisë dhe shëndetit. Ai na mësoi se shëndeti nuk ruhet kur sëmuremi, por sa jemi ende të shëndetshëm. Ne dëshirojmë të mbrojmë veten dhe fëmijët tanë nga kjo valë e sëmundjeve të parakoshme. Duhet i kthehemi thjeshtësisë dhe udhëzimit hyjnor. Mos harroni, trupi juaj është një anije që po ju çon drejt botës tjetër. Ruajeni këtë anije që të arrini në bregun e shpëtimit të sigurt. Zoti na dhënë shëndet në trup, qetësi në shpirt dhe na bëft prej atyre që e shfrytëzojnë kohën para se të jetë tepër vonë. O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na mbron nga dënimi i zjarrit.